Këshilli i Lartë Gjyqësor, institucioni që duhet të garantojë integritetin dhe profesionalizmin e sistemit gjyqësor, ka dhënë një shembull të shkëlqyer se si këto vlera mund të zbatohen në mënyrën më krijuese të mundshme. Në tenderin për shërbime mirëmbajtje i sistemit audio-video dhe përkthimin simultan i sallës së trajnimeve KLG, fitues është shpallur kompania Fredi Electronic SHPK në pronësi të Alfred Kasmit me një ofertë prej 3.971.000 lekë të reja pa TVSH ose rreth 48 milion lekë të vjetra me TVSH. Fondi limiti i këtij tenderi ishte 4.601.000 lekë të reja pa TVSH ose rreth 55 milion lekë të vjetra përfshirë TVSH-n, çka do të thotë se fituesi mori sa 86.3% të fondit limit, një përqindje e përsosur për të ngritur shumë dyshime. Në garë ishin dy kompani, por ç'të shohësh, njëra prej tyre kishte harruar të jepte një ofertë financiare duke vendosur një vlerë simbolike 0 lekë. Kështu si me magji, Fredi Electronic mbeti i vetmi që kishte bërë një ofertë reale dhe natyrisht fitoi tenderin. Rregullat e lojës janë të thjeshta. Nëse nuk ka garë, atëherë nuk ka asnjë problem, apo jo? Sipas dokumenteve, tenderin e ka dhënë vetë drejtuesi i këtij institucioni, kryetari Ilir Rusi. Ironia më e madhe është se vetë KLG-ja mburret me vlerat e integritetit dhe profesionalizmit, por përfundon duke organizuar tendera ku konkurenca është aq reale sa edhe premtimet elektorale.